Marvin Çoni është futbollisti më i ri i NK Olimpia Ljubljanës. Sulmuesi shqiptar është prezantuar ditën e sotme nga klubi sloven, që ka ndarë dhe pamjet e futbollistit me skuadrën e tij të re. Kalimi i 24 vjeçarit në këtë klub vlen vetëm në formën e huazimit, dhe slovenët kanë mundësinë për ta zgjatur edhe për një vit tjetër këtë bashkëpunim me lojtarin. Kujtojmë se Çuni ka qenë më parë pjesë e Barit, skuadër me të cilën luajti këtë sezon që lan pas, ku zhvilloi 33 paraqitje në Serie B, mes kampionatit dhe kupës, e ku shënoi vetëm 2 gola, si dhe kontribuai me 1 asist. Po ashtu, ai ka fituar përvojë edhe në elitën e futbollit italian, me skuadrat si Frosinone dhe Sampdoria, e në Gjermani me Saarbrücken, Paderborn dhe FC Bayern Ty. Armando Broja është i hapur për transferimin te Cagliari. Gazetari Gianluca Di Marzio tregon se tashmë do të negociohet me Burnley për të parë nëse do të arrihet një marrëveshje. Për Brojen shfaqi interes edhe Udinese në Serie A. Megjithatë, është Cagliari që mbetet një hap para. Burnley ra nga kategoria në Premier League. Gjasat janë të mëdha që të jetë huazim për Brojen, opsion që preferohej shpesh nga Chelsea para se të konkretizohej shitja e kartonit. Pas eksperiencave në Angli dhe Holand, Broja do të luante për herë të parë në Itali. Pjesë e Cagliarit është edhe Alen Sherri nga Kombëtarja e Shqipërisë. E ardhmja marrashkumbullës duket gjithnjë më larg Romës, mbrojtësi kombëtarët shqiptare pritet të rikthehet në kryeqytetin italian gjatë muajit korrik pas përfundimit të huazimit të Mallorca, por gjithçka tregon se ai nuk bën pjesë në planet afatgjata të klubit verdekuq për sezonin e ardhshëm. Drejtuesit e Romës po punojnë paralelisht si për afrimet e reja, ashtu dhe për sistemimin e lojtarëve që nuk konsiderohen pjesë e projektit teknik. Me emrave që mund të largohen gjatë merkatos së verës, është dhe ai Kumbullës, i cili pas një periudhe të vështirë në Spanjë, po kërkon një mundësi të re për të rilançuar karrierën. Eksperienca e tij te Mallorca nuk rezultoi sipas pritshmërive, problemet e shumta fizike ndikuan ndjeshëm në aktivizimin e mbrojtësit shqiptar, duke penguar të gjejë vazhdimësi të shfaq potencialin që kishte treguar më herët në Serie A. Megjithatë, kontrata e tij me Romën mbetet në fuqi deri në vitin 2028, çka do të thotë se klubi italian vazhdon të ketë kontroll të plotë mbi të ardhmen e lojtarit. Sipas raportimeve të mediave italiane dhe platformës OneFootball, Torino ka rikthyer interesimin për qendër mbrojtësi shqiptar. Klubi Granata po kërkon të përforcojë repartin defensiv për sezonin e ri dhe emri Kumbullës konsiderohet një profil i përshtatshëm për objektivat e skuadrës. Një rol të rëndësishëm në këtë pistë mund të luajë drejtori i ri sportiv i Torinos, Gianluca Petracchi. Ish drejtuesi i Romës e njeh shumë mirë Kumbullën pasi ka ndjekur nga afër zhvillimin e tij gjatë viteve në kryeqytetin italian. Pikërisht kjo njohje e karakteristikave teknike dhe potencialit të mbrojtësit shqiptar mund të favorizojë nisjen e negociatave me palëve në javët e ardhshme. Nga ana tjetër, vetë Kumbulla ka deklaruar në disa raste se dëshiron të mësojë sa më shpejt se ku do të vazhdojë karrierën. Futbollisti nuk e ka fshehur as admirimin për trajnerin aktual të Romës, Gasperini, dhe dëshirën për të punuar me teknikun italian, i cili konsiderohet një nga trajnerët që di të vlerësojnë më së miri mbrojtësit. Për momentin nuk ka negociata zyrtare të avancuara, por interesi Torinos është konkret dhe situata pritet të zhvillohet gjatë javëve të ardhshme. Pas një periudhe të vështirë të shoqëruar nga dëmtimet, Kumbulla është në kërkim të një kapitulli të ri që do t'i mundësonte të rikthehej në nivelet që e bën një nga mbrojtësit më premtues të futbollit italian. Merkatu e verore sapo ka nisur për emrin e Kumbullës pritet të jetë një nga temat që do të tërheqë vëmendjen e klubeve italiane. Torino duket e gatshme të provojë sërish për shërbimet e tij, ndërsa Roma mbetet në pritje të ofertave që mund të përcaktojnë përfundimisht të ardhmen e mbrojtësit kuqezi. Nëse Kumbulla vendos të kalojë në Torino, ai do të gjejë shokun e tij të kombëtarës Ardian Ismaili, i cili është protagonist në skuadrën Granata që nga transferimi i tij nga Empoli. Armando Broja po bëhet gati të ndrojë përsëri klub në lëvizjen e radhës në një karrierë që nuk po gjen qëndrueshmëri. Sulmuesi i kombëtares shqiptare raportohet se ka rënë në radarët e klubeve italiane të interesuara për të afruar gjatë verës. Cagliari dhe Udinese kanë hedhur syt nga sulmuesi shqiptar, duke e projektuar si një përforcim për sulmin. Por tashmë, nga Italia bëhet e ditur se nuk janë vetëm klubet e Serisë A që e shohin si një opsion për këtë verë. Sportal.it bën të ditur se disa klube të Saudi Pro League janë të interesuara për sulmuesin shqiptar dhe janë të gatshme të bëjnë oferta për ta bindur që të zgjedhë kampionatin saudit për vazhdimin e karrierës së tij.
Ndryshe nga klubet italiane, ato kanë burime më të rëndësishme financiare, që mund ta bëjnë më të lehtë transferimin nga Burnley, që shpenzoi rreth 20 milion euro për të blerë kartonin e tij nga Chelsea. Tani, mbetet të shihet se cila do të jetë zgjedhja e Brojës, por largimi i tij nga Burnley duket gjithnjë më i sigurt. Adri Mehmeti është një nga talentet më të vlerësuar të datëlindjes 2009 në futboll. Mesfushori i New York Red Bull në Amerikë aktivizohet si titullar, edhe pse vetëm 17 vjeç. Klube me emër në Europë po monitorojnë Mehmetin. Deri tani nuk bëhet fjalë për negociata apo oferta zyrtare, por vetëm vëzhgim të talentit në fjalë. Konkretisht përmenden emra si Bayern Munich, Chelsea dhe Arsenal. Prindërit e 17 vjeçarit e kanë lënë të hapur mundësinë për të përfaqësuar Shqipërinë në të ardhmen. Fakt është se Mehmeti vlerësohet maksimalisht, dhe nëse bëhet fjalë për rikthimin te Shqipëria, nuk do të ishte kalim te moshat, por menjëherë në kombëtaren A. Vedat Muriqi është zyrtarizuar nga Fenerbahçe. Transferimi i bujshëm është kryer nga Mallorca. Transferimi i tij ka kushtuar rreth 15 milion euro për Mallorcën. Lazio përfiton rreth 45% të shumës për shkak të klauzolës që kishte ruajtur. Njoftimi i Fenerbahçes. Futbollisti Vedat Muriqi, me të cilin klubi ynë ka arritur një marrëveshje në parim, do të mbërrijë këtë mbrëmje në Stamboll për t'u nënshtruar kontrollit mjekësor dhe për të përfunduar fazën e fundit të bisedimeve për transferimin. Aeroplani që transporton Vedat Muriqin do të ulet sonte në orën 21:00 në terminalin e fluturimeve ndërkombëtare të aeroportit Sabiha Gökçen International Airport. E bëjnë këtë njoftim për dijeni të opinionit publik. Teuta ndërkohë nuk përfiton as pak nga ky transferim. Në momentin kur ndërpreu marrëveshjen e bashkëpunimit me Muriqin, pas vetëm një sezoni, Dursakët i dhanë atij një dokument nëpërmjet të cilit hiqnin dorë nga çdo lloj përfitimi të mundshëm financiar prej lojtarit, duke e lënë plotësisht të lirë. Kësaj, Teuta nuk ka përfituar asnjëherë nga transferimet e lojtarit, me që kishte hequr dorë prej përfitimeve financiare që mund të siguronte nga ai, sipas llogaritjes së të drejtës së edukimit të futbollistit, por të cilin, duke përfshirë edhe transferimin e fundit, janë paguar më shumë se 50 milion euro për kalimin e tij nga një klub në tjetrin. Merkatoja e verës në Itali pritet të ketë emrin e Steven Shpendit, mes atyre që do të jenë në qendër të vëmendjes nga klubet e serisë A dhe B. Sulmuesi ka shkëlqyer në edicionin e fundit tek Empoli dhe për të është folur shpesh se ka interesim nga klube të ndryshme. Një prej tyre është Padova, po në serin B, pasi trajneri i ri ka kërkuar me ngulm të ketë sulmuesin të cilin e kishte drejtuar edhe te Carrarese. Por presidenti i Empolit, Fabrizio Corsi, ka shpjeguar se personalisht e sheh futbollistin të gatshëm edhe për një klub të madh si Genoa. Deri më sot nuk ka marrë asnjë lloj oferte nga Padova për Shpendin. E kam thënë që e shoh më shumë te Genoa se sa te Padova, nëse do të mbrijnë oferta, do t'i dëgjojmë. Thuhet se drejtuesit e Padovas kanë potencial dhe se janë shumë të pasur. Të shohim çfarë do të ndodhë, ishin deklaratat e tij për mediat italiane. Ndonse Shpendi ka qenë një emër i cili ka bërë mirë këto vite në Itali, ai nuk ka marrë ende asnjë ftesë nga kombëtarja A, ndryshe nga binjaku i tij, Christian. Beshiktashi kishte afat deri më 15 qershor për të blerë kartonin e Christian Aslanit. Klubi turk nuk e shfrytëzoi klauzolën, ndërsa bëi fjalë për 11 milion euro. Megjithatë, Beshiktashi nuk do të tërhiqet nga Aslani. Përmes fushorin e Shqipërisë do të kërkohet ulje nga Interi. Corriere dello Sport tregon për interesin që Beshiktashi vazhdon të ketë. Interi ndërkohë është gati për ta shitur mes fushorin e kombëtares shqiptare. Fakt është se Aslani nuk bën pjesë në planet e trajnerit Christian Kivu, po ashtu vetë lojtari tregoi se është përshtatur me Beshiktashin. E ardhmja? Nuk e di. Beshiktashi ka të drejtë blerje deri më datë 15. Jam gjetur shumë mirë atje, kam luajtur të gjitha ndeshjet. Shpresoj të rri atje, nuk i dihet. U shpreh Aslani më 3 qershor pas humbjes ndaj Luksemburgut në Air Albania. Ernest Muçi është dëshirë e Eintracht Frankfurt. Madje klubi gjerman mund të investojë deri në 15 milion euro, nëse Muçi do të jetë i hapur për largimin nga Trabzonspor. Interesi i klubit të Bundesligës qëndron, pasi lëvizja e fundit me CEO-n dhe drejtorin sportiv bën që gjithçka të mbetet e hapur. Markus Kroshe, si CEO, dhe Timo Hardung, në rolin e drejtorit sportiv, nuk janë lejuar që të transferohen te Milani. Dyshja që punon për Frankfurtin do të mbetet në klubin gjerman.
Kjo është një arsye e fortë pse mund të vazhdojnë tratativat për Muçin. Trabzonspori ka shpenzuar 9.5 milion euro në total për ta blerë nga Beşiktashi. Dhe nëse do të shitet, shifra padyshim që do të jetë rekord për Muçin.